ç'mendon tani Adriana ti për këtë Sazanin aty të gjitha që vjen? Erdhën ata i peti i Ivanka me... Po, së pari njerë, ne si shqiptar kemi këtë virtytin e arresës, edhe këtu përfshihesh dhe ti Ylli, sepse në 2022-shin... Po mos kishim këtë do kishim vdekur. Po, mirë nuk është... Do kishim ikur... Jo, mirë nuk është që ta kemi... Jo, mirë nuk është ta kemi këtë harresën, se të duhet i kujtojmë gjërat. Jo, kur e bëjmë me qëllim. Patjetër. Po harresa është një nga 28 emocionet më të rëndësishme të njeriut. Mirë, mos dalim nga thelbi. Atëre në studion tënde, në tetor të 2022-shit, unë mendoj se ti kam përmendur me emër të gjitha oligarkët, edhe kjo mbase është edhe arsye. Jo, po se kemi për oligarkët, e kemi... Jo, për emrat, më the për emrat. Po themi jo pra që se keti, e ke këtë guxim. Atere, të kalojmë këtu. Unë mendoj që pavarësisht se a ishtë dhëndri i Trumpit, qoftë me shtet aty ku është, bashkë me vajzën e Trumpit, me gjithë respektin që kam, ajo që më shqetëson mua, në këtë aferë është problemi i transparencës dhe i llogaridhënies. Dhe në këtë vështrim, unë të gjithë problemin, qoftë si juriste, po qoftë si qytetare shqiptare, e kam me qeverin e kryeministrit Rama, i cili në të gjithë rastet precedente bën të njëjtën gjë ashtu siç kundër ka bërë dhe me Sazanin. Dhe kur flas për transparencë, ajo që ne duhet na shqetësoj është çfarë informacioni kemi në lidhje me këtë investim, se me vërtet mund të na përplasi në fytyrë propaganda 1.4 miliard euro. Por është e njëjta propagandë që na përplasi dhe ato 2 miliard euro të marrëveshjes parë me kompanin Amar, pra kompani shtetërore. Por ku përfundoi porti i Durrësit? A përfunduam në një marrëveshje që edhe sot e kësaj dite, ne jo vetëm nuk kemi transparencë dhe llogaridhënie, por nëse bëjmë një balans, ashtu siç e tha dhe Klodi, midis shpenzimeve dhe përfitimeve që do ketë Shqipëria, se nëse ne flasim për përfitime që do ketë Shqipëria, ne patjetër që duhet jemi dakord dhe duhet i mbështesim të gjithë këto investime. Por a e dini që sot jo vetëm që nuk flitet më për 2 miliard euro investime në portin e Durrësit, se nga port i Jahtes është kthyer në një investim në apartamente dhe hotele. Se tani nuk kemi në fushat elektorale. Jo, unë nuk kam asnjë më interesi, unë po flas për të vërtetat. Më fol edhe për procesin në portin e Durrësit, në portin e Durrësit, ne po ta kujton. Po jo pra, në portin e Durrësit kemi një humbje prej... Po dakord, po tani unë nuk po të bëj, po nuk do diskutojnë në këtë emision gjitha këto. Po pra, jemi përpara të njëjtë situatë. Po pra, jo jemi në të njëjtë situatë. Ky është një proces që vazhdon. Në të njëjtë situatë edhe me Sazanin. Pra, për mua Kjo vjen kushnjeri aty na bën mirë? Jo, nuk na bën mirë fare. Nuk na bën mirë për sa kohë që ne nuk kemi as informacion se kush janë kostot. Mos e ke gabim këtë. Jo, unë ky është mendimi im personal. Thash, sepse kam dhe një favor tjetër, Ylli, që kam dhe një licencë prej ekspertë e kontabël. Jo, nuk më intereson fare unë se çfarë mendon Lela apo kushdo tjetër. Jo, Lela, më lart se Lela, po qoftë dhe më lart, qoftë dhe më poshtë. Unë po jap, më keni pyetur mua, dhe kur të vi dikush tjetër në studio, mund t'japi mendimin tim, mendimin e vet. Unë mendoj që kjo është një aferë e gabuar, është një aferë korruptive, është një aferë në dëm të interesave të Shqipërisë, përsa kohë që ne nuk kemi asnjë transparencë se çfarë benefitësh përfiton Shqipëria. Është kaq e thjeshtë, sepse nëse ne do kishim një strategji për ta zhvilluar Sazanin, është shumë gjë e mirë që të zhvillohet jo vetëm Sazani, por çdo cep i Shqipërisë, mund të hapej një garë, mund të kishte edhe 10 kompani shqiptare apo kompani të huaja që do konkuronin dhe do ta fitonin kushdo investonte projektin më të mirë dhe projektin që kishte përfitimet më të mëdha Shqipëria. Po për sa kohë që vendoset që këtë garë do ta fitojë X apo Y, pavarësisht lidhjeve që ka me presidentin e Amerikës, sepse
normalisht që ne marrëdhëniet dhe nuk i kemi as me dhëndrin e Trumpit, as me Trumpin, ne marrëdhëniet i kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe unë vazhdoj t'i qëndroj atit opinionit tim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë patjetër mik i Shqipërisë, janë partner strategjik i Shqipërisë, por unë, si që kam thënë dje për ambasadën amerikane, e them dhe sot, ambasada amerikane duhet të mbaj pozicionin e vetë në Shqipërinë tonë të mirë, ashtu si që përcaktojnë marrëveshjet ndërkombëtare dhe Konventa e Vienës. Shumë bukur e thënë. Gjera ka... Sepse nuk mund ta pranojmë ne, nuk mund ta pranojmë ne. Kur na shan ambasada e Bidenit, ne hidhemi kundërta. Kur na shan ambasada e Trumpit, kjo qënë ka e mirë. Hajde ta analizojmë pak të sharje, nëse është më e mirë. Adriana, jam dakord, po... Shqipëria është e jona, nuk është as e dhëndrit, as e madje do të sqaroj edhe diçka që është shumë e rëndësishme. Me që se e tha Zoti Qorri që mund t'i fali atë shtëpinë Surrel, fatkesish as atë shtëpinë në Surrel nuk e fal dot, sepse ajo shtëpia në Surrel ylli është e grabitur dhe me që se mediat janë të blera gjithë nga Zoti Rama, nuk e kanë dhënë që unë vetëm në muajin prill dhe në muajin maj kam fituar të 2 gjyqjet në lidhje me tokën e Surrelit. Mos mi the këto të fundit për të kompensuar atë të parën? Jo, fare. Se ai po ta ketë dëgjuar atë të parën të quan. Kush? Që është gabim kjo e kushnerit? është patjetër, vazhdoj ta them, do ta mbyll me këtë. Është gabim dhe është gabim shumë i madh në dëm të interesave të Shqipërisë. Opozita e ka thënë atë që procedura nuk është transparente. Nuk është transparente, ka thënë. Tani, Adriana, faleminderit, do jemi pak më pasi të flasim edhe për një gjë që ka shtyrë Trumpi, do jemi edhe pak këtu dhe pasi do të kesh pa durim, se kemi ngarkesa sot shumë dhe do të presësh. Tela po? Tani, ne kemi mbi një vit që flasim për këtë çështje dhe ende jemi thjesht në kuadrin e projektit. Pra, nuk kemi asnjë gjë përveç dokumentit që ka përpiluar Kryeministria, se si duhen bën negociatat dhe kush duhet i bëjë negociatat, nuk kemi detajet tjera të projektit. Dim thjesht që një kompani me një fond arab, 1.4 miliardë euro, do investojnë në Sazan. Sazani ka qenë jetë e mot një ishull gjys bazë ushtarake dhe më pas është lënë i shkret. Dakor, gjithmonë është dashur të investohet atje dhe nuk merrte njëri guximin të investonte. Edhe duhen shumë para me të drejtën. Nga kjo pikpamje, domethënë nuk besoj se ka pasur shumë interes që të hapë një garë dhe kush fitonte garën të investonte. Tani, ne flasim në një moment kur ligji për investimet strategjike na ka parë edhe atë të Durrësit dhe për ato u bë një debat i madh përsa i përket transparencës dhe u detyroi dhe qeveria të jepte llogari dhe në fund shifrat dolën ashtu siç pretendonte opozita.